Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 27. Data 27 tetor të 2025, ku ndryshimet, mundësit, kohën dhe arritjet që kemi. Sepse fillon në një javë me mjaft ndikime, ndryshime, keni parë, e keni dëgjuar, lexuar dhe keni parë se si funksionojnë gjërat. Kjo javë, fillim javë është mjaft e mirë, pozitive, por në disa raste pak e ndërlikuar. Sepse do kërkojmë shumë në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, marrje vendimeve, mundësitë e reja që nisen ose kanë të bëjnë. Ka diçka që kjo javë dhe deri në fund të vitit kemi thënë, sepse kemi shumë çështje për persona të ndryshëm, duhet të trokasin apo duhet që të zgjidhin problemet e tyre, ku gjërat janë në një farë mënyre në favor të tyre nëse trokasin dhe gjejnë një zgjidhje të mesme ose mos ta lënë pas dore të paktën, sepse koha ikën, fluturon, prandaj kërkohet kujdes. Data 27 ku Marsi nga Akrepi takon Jupiterin në një trekëndësh, duke dhënë mundësi për të ndërmarrë veprime, iniciativa, fillime të suksesshme dhe për të avancuar planet tona. Ndikohen pozitivisht shenjat siç janë Akrepët, Peshqit, Demët, Virgjëresha, Bricapët, të Dhjetiçit të tretë ose ata që kanë ndjellin në këto shenja ose në anën tjetër që kanë planetet apo shenjat përballë. Para se të fillojmë parashikrimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, siç e shikoni aty. Aty ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që kërkoni, mbi vendimet që do të merrni dhe nëse ju pëlqen një nga paketat aty, mund ta zgjidhni dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, e dini tani tashmë, çdo të mërkur në orën 9:30 jemi drejt për së drejti. Dhe ai është butoni pikërisht që juve shikoni aty, duke zgjedhur dhe duke parë dhe marrë hapa të rëndësishme mbi ato që kërkoni dhe dëshironi në një mesazh të vetëm, një përmbledhje që juve kërkoni, mund ta dërgoni dhe të merrni drejt për së drejti përgjigjen. Dhe jo vetëm kaq. Së shpejti çdo nëpërmjet YouTube-it do keni mundësinë për ata që interesohen për pyetje përgjigje për ta marrë në privat. Pra në YouTube do ta shikoni për ata që janë dhe duan të abonohen dhe të marrin një parashikrim të ditës ose një pyetje dhe t'ju ta marrin përgjigjen nëpërmjet YouTube-it. Dhe kjo së shpejti do jetë një shërbim i ri ku do ta kuptoni drejt për së drejti do jemi dhe aty për personat që kërkojnë diçka të tillë. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duket se keni mundësinë, rëndësinë, periudhën e duhur kur gjërat dhe çështjet fenomenale ndikohen tek juve. Është çështja shpirtërore që ka zgjidhje me peshore. Është çështja ekonomike financiare që mund bisedohet, sepse kjo fillim javë është shumë e rëndësishme për juve të shenjës së Dashit dhe uroj një javë dhe ditë të mbar. Ka për qenë s'ka ku të shkoj. Në çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet, ndikime shumë pozitive dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por ju të kësaj shenje, duket se ndikimet, favorizimet, mundësitë që juve keni, është periudha dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë tuaj dhe karrierën. Kurse në çështjet shpirtërore me Akrep është diçka shumë pozitive, madje për ju të palidhurit, nëse keni një njohje për ta kthyer në lidhje serioze, është me Peshk ose me Virgjëresh të Dhjetiçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve.
Për sa i përket binjakëve, edhe pse binjakët në këtë periudhë ndihen pak të mërzitur për arsyet e tyre, por kanë edhe çështjet më të mira, më pozitive të qenë ndonjëherë dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Është një mundësi shumë e mirë sepse disa problematika që kanë ndodhur para disa kohëve, duket se do t'i zgjidhin pikërisht tani. Kjo është momenti më i mirë i mundshëm i kësaj jave, ku gjërat zgjidhen në mënyrën më të mirë dhe më të ndikuar në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Por ju të kësaj shenje, edhe pse keni pasur disa çështje mosbesimi dhe kjo ju ka bërë pak që të mendoni dy herë pra të vendosni, mirë bëni, por besimi dhe ndikimi që ka të bëjnë tek juve është në ndikimin e mirë, në çështjet e mira, pozitive, në vazhdimsi, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, edhe pse disa çështje kanë qenë rutinë, por të ndryshme nga ajo që mendohet, sepse është një mundësi, është një kohë e përshtatshme stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britqap dhe me dash, kanë mundësinë e artë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e luanëve. Për luanët, meqense luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku në këtë javë do shikoni ndryshime, do shikoni mundësi, do shikoni çështje që zgjidhen në anën tuaj dhe është një kohë shumë e mirë, duke pasur parasysh ekonominë dhe një periudhë mjaft e mirë që lidhet me ndikimin, frymëzimin dhe mundësitë e arta në çështjet e punës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët dhe diçit të tretë, duket se koha ecën përpara dhe mundësitë janë të arta për të përfituar nga kjo javë, pikërisht duke filluar nga kjo ditë që është ditë shumë e rëndësishme. Në lidhje me anën shpirtërore, edhe pse bashkim familjar ose njohjet e reja, ju që nuk keni njohje, pak rëndësi që mund ta keni me ujor, por ajo çka do shikoni ka të bëjnë me dem dhe me akrep të diçit të dytë. Këto janë lidhjet e para ose njohjet për të kthyer në lidhje serioze. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëreshat kanë një mundësi shumë të mirë për sa i përket pikërisht kësaj jave, kësaj dite. Është një ditë shumë e mirë sepse ju keni përballë peshqit dhe në lidhje me ortakëri janë peshk. Lidhje me dashurinë dhe punën ose grindjet për familjen, stabilizimi i saj është peshk. Dhe koha që keni tani e tutje, do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra në favorin tuaj, se është një mundësi shumë e mirë dhe mundësi e artë, mund thosha unë, për sa i përket 1000 arsyeve të ekonomisë dhe stabilizimit të saj. Është koha më ideale dhe më perfekte. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem, është ideale, pse jo, dhe me britqap, për juve që keni një njohje ose lidhje për ta kthyer në serioze. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë peshorja. Për peshorët, në fakt, peshorët duket se tani e tutje nuk kanë çështje dilema, se kanë çështje periudhën e tyre, kanë mundësitë e tyre për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që janë të pazgjidhshme, ose kanë pasur çështje që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj, lidhen me ndryshime dhe vendime që mund të merren, një kohë e përshtatshme sepse përshtateni shumë në lidhje me punën dhe gjërave të reja që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me akrep është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Çfarë ndodh me akrepët? Përshtatje se akrepët në këtë periudhë kanë një mundësi, kanë një çështje shumë të rëndësishme në lidhje me stabilizimin, lidhje me standardet ekonomike financiare, edhe pse kjo periudhë është një periudhë ku gjërat lidhen në fakt në anë tjetër, zgjidhin problemin, lidhen me të drejtën e tyre. Drejtësia është ajo që është e padukshme e shpirtit, sesa ajo që është në aparencë është ndikimi dhe parafrimi i gjërave të juaja. Ndikimet janë shumë pozitive dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këto drejtime, çështje shpirtërore me dem dhe me luan është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë
Shigjetari. Shigjetari ecën dhe di çfarë bën. Koha, mundësia, ana pozitive ekonomike dhe shumë gjëra të tjera ndikojnë në fushën tuaj të ekonomisë dhe të stabilizimit. Një moment mjaft i mirë, i prekshëm, pozitiv, i arritshëm dhe ndryshimet të mëdha që keni tani tutje nuk ka vënë për të shqetësuar, por për të gëzuar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me peshore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, meqense britsjapët duket se këtë periudhë e kanë të tyre dhe britsjapët jo vetëm se mund të kenë shumë mundësira, shumë gjëra të ndryshme financiare, ekonomike, lidhje të ndryshme që mund të kenë pasoj një çështje problematike dhe kjo domethënë sapo vjen edhe ngarkohet disi dhe duket më tepër sa nuk është aq problem i madh sa është frika ose ajo çka ndodh për sa i përket çështjeve ligjore, për sa i përket britsjapëve, por britsjapët në anën tjetër kanë dhe rrugën e tyre të pastër duke trokitur dhe duke gjetur njerëzit e duhur për zgjidhur problematikat e tyre. Prandaj le t'i bin pas sepse është një javë mjaft e mirë, pra është ajo që thash në fillim dhe me ndikime që ka të bëjnë. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me akrep, duken të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë ujori. Ujorët e dashur, nëse juve jeni në kërkim të një çështje madhore ekonomiko-financiare, është një moment shumë i mirë tani. Keni të bëni dhe me ekonominë, me stabilizimin ekonomiko-financiar, sepse ujorët gjithmonë kanë një mundësi të artë tani e tutje, mund të zgjidhin disa probleme që kanë pasur dhe çështjet e punës dhe të karrierës është momenti i tyre. Një moment ideal duket se e zgjidhin pikërisht tani, është koha mjaft pozitive dhe nuk bëhet fjalë për probleme në këtë drejtim. Në çështjet që kanë të bëjnë me larg një problem shqetësues, që ka qenë para disa kohëve, mirë por tani ka lindur dhe dielli dhe rrezaton kaq pastër, pa mjegull, pa asgjë, dhe kjo do thotë që jeni në rrugën e mbar. Çështje shpirtërore lidhet kanë bëjnë me luan dhe akrep është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës janë peshqit. Për sa përket peshqve, peshqit duket se kanë të bëjnë me ndikime dhe favorizime të ndryshme në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, një ndikim shumë i mirë që keni tani dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por mos mu shqetësoni fare sepse disa paraqe do t'i nxjerrni tani janë kalimtare dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me luan është perfektja. Pak kujdes do bëni me binjak nëse keni pasur një ndarje, duket se rifilloni këtë lidhje dhe një herë nga fillimi dhe shkoni në altar. Këto ishin pak a shumë për sa përket miqtë e mi, për sa përket pikërisht kësaj dite të datës 27 të kësaj dite të rëndësishme, kësaj javë shumë e rëndësishme kjo, të muajit tetor, pra 27 tetor të 2025, ku java ka shumë gjëra dhe pak e ndërlikuar, siç thash në fillim. Bëni pak kujdes. Për para se të ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkim të detajuar, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas e klikoni dhe zgjidhni paketën që ju intereson dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh në kohën që neve drejt për së drejti flasim për mesazhet, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Nga një rrepulla, javë të mbar, ditë të mbar ju uroj. Gjithë mirat.